Rinte tërnata në TikTok, 3 fëmijët u gjetën vetëm në shtëpinë e tyre në Durrës dhe pa nënën e tyre Lakuriq. Babai 3 fëmijëve, të cilët u gjetën vetëm në banesën e tyre në Durrës, ka rrëfyer për një emision se ka fakte që ish bashkëshortja e ka tradhtuar, madje pretendon se edhe fëmijët e kanë parë nënën e tyre Lakuriq. Ai shprehet se ish bashkëshortja e tij rinte gjithë ditën në TikTok kur hynte edhe live. Ajo rinte tërnatën live në TikTok, i thoja Fli se duhet të ikë nesër në punë. Ajo ka ikur 3 herë në Shqipëri, herën e fundit më tha do t'iki sepse e kërkuan shoqet dhe shokët e saj. Nuk është e vërtet historia e mbiemrit. Ju luta mos ik se nuk do të kthehesh dot më. Isha kundër edhe ikjes në Gjermani. Ishim të martuar. I thash të mos ikte sepse do dalin gjëra dhe do të ndahemi. Më tha do iki. Mora borxh për të sepse i nisja lek nga Shqipëria, zbulova tradhtin me foto dhe video sepse kishte një email të përbashkët. Kam parë edhe fëmijët Lakuriq. I kam ruajtur që në të ardhmen fëmijët të dinë se kush është nëna e tyre, ka thënë ai.